teknologji të reja nga Dumani, duke qenë se vetëm dosjet të ardhura nga jashtë janë finalizuar brenda, mund të ketë nuk e di se çfarë domethënë, sepse Dumani është shkruar 5 muaj para mbarimit të mandatit. Tani ka diçka që nuk shkon këtu. Aty e fundit, kjo do të mbetemi. Si ka mundësi që 5 muaj që je drejt ikjes, fillon edhe bën ristrukturime dhe ndryshime brenda strukturës. Kjo është ka thyrje brenda spakut? Pra, ti kur ikën, nuk të intereson kush do të mbajë më pozicione sepse po ikën. Edhe kush do të vijë i ri, do të dihet ajo gjë që ai i riu do të ndryshojë ato të cilët ka lënë ky i vjetri. Kjo është normale në një drejtim, edhe biznes ta kesh, edhe OJF ta kesh, edhe parti ta kesh, edhe SHPK ta kesh, edhe SHA ta kesh, këtë përdor, këtë politik do përdori. Kush vjen i ri, vjen edhe ndryshon ato që ka lënë i vjetri. Por atë që ju cituat për gjykatën kushtetuese ndolli fakt. Ajo që ju cituat për konfliktin e brendshëm ndolli në fakt. Pra, unë dua të them që ato që ne themi këtu tek portali juaj janë të vërteta dhe nuk kanë asnjë pikë dyshimi ose ndonjë interes për të ngjallur panik apo për të thënë gjëra të paqena. Ato do ndodhin sepse janë të projektuara të ndodhin, sepse është projektuar nga pushteti ekzekutiv që të ndodhi hataja brenda spakut. Kur ne i themi, tek ajo që nuk bi dakord me ju është pranga jashtë spakut. Unë dua të them, të sjell në vëmendje, pse jo dylber pranga jo brenda spakut? Pse spaku duhet të jetë në sy të qytetarëve i shenjtë edhe ne të jemi djalli përpara spakut? Pra, unë do më lejosh të korrigjoj, të them pranga edhe brenda spakut, shkarkime edhe brenda spakut, korrigjime edhe brenda dhe jashtë spakut, që do të thotë spaku në këto momente që flasim, 5 muaj para se të mbarojë mandati i zotit Dumani, spaku është në momentin më të vështirë. Besoj të kujtohet që kam thonë që disa duhet të marrin ilaçe, janë disa ilaçe për veten e tyre. Dhe përveç kësaj, duhet i themi disave që janë përdorur si prezervativ për të bërë punën që s'duhet ishte bërë kurrë. Pra çfarë? Për të kënaqur populli, bëjnë arrestime dhe në fund fare vin fatura kundër Shqipërisë. Nuk më intereson a vin fatura kundër një pafajësie, nuk më intereson fare, po vin fatura kundër Shqipërisë. Kjo është gjë që duhet na shqetësojnë si popull. Dhe jo që të merremi ne dhe të kënaqemi që bën eroj brenda burgut. Edhe kanë edhe alibin, kanë edhe justifikimin, kanë gjithçka që akuzojnë pushtetin që të mbrohen nga një drejtësi e kapur. Pra mund ta themi, që atje ka një thyrje apo mund ta jetë vetëm një krisje e vogël. Jo, atë ke thyrje, nuk ka krisje e vogël. Krisja nuk krisja është shumë e vogël, krisja është e vogël, pavarësisht për masës. Pra nuk ka plasaritje, ka thyrje. Pra ka thyrje, ka diçka që asnjëri nuk e mendon dot. Pse nuk e kupton? Sepse në të njëjtën kohë duhet të studiojmë 2 faktorë kryesor. Faktori politik, faktori juridik. Këto 2 faktore, duam ne, nuk duam ne, duhet të lidhen bashkarisht. Dhe kur lidhen këto 2 faktorë bashkarisht, shkojmë te kushtetuta e vendit ton dhe pikrisht kushtetuta jon thot qartë se si struktura e posaçme gëzon mbrojtje. Që do të thotë struktura e posaçme ka mandat edhe në kushtetut. Pra, thyerja nuk është krisje që do të kalohet këto javë, këto muaj do shikosh do kalohet një krisje e cila është pa vlerë. Jo, është me vlerë, po është politike e juridike në të njëjtën kohë bashkë, që do të thotë sa është mandati i kryeprokurorit 3 vite.
E ke të ndaluar për emërimin e tij në gjykat në ligjin e posaçëm? Po. E ke të ndaluar ti në kushtetut? Po. Po në rast se në shtator, tetor, nëntor, dhjetor të 2025-s, Kuvendi i ri me Komisionin Xhafa bën një ndryshim të nenit që i duhet me urgjencë dhe gjen një deputet qyll. Mund bëhet për 3 muaj që ta kap Dumanin apo? Po një sekond, sepse këtu loja është më e gjerë se kaq. Nuk bëhet për emra. Pra, lejeni Dumanin me një moment. Lejeni Dumanin sepse Dumani është përdorur. Dhe tani unë e dini ju mendimin tim që kam për njerëz të cilët janë përdorur dhe të përdorurit normalisht gjejnë mbështetjet e Zotit, po hajde po gjejnë edhe një mbështetje nga mua në këto momente. Lejmë Dumanin me një anë, nuk është Dumani. Është diçka përtej Dumanit. Mund na surprizoj edhe muajt e fundit. Por, që do të thotë për arrestime, do të them arrestim pastaj sekreti. Po prit tani të analizojnë të dëgjuesit na kuptojnë çfarë dua t'i themi. Pra, është ndaluar. Është me ligj ndaluar, është ndaluar. A bëhet ndryshim ligjor të posaçëm ku PS-ja ka 83 mandate me ble 1/54, legjitimohet ndryshimi ligjor i posaçëm, jo kushtetues. A kemi mundësi që ajo të normohet dhe brenda vjetorit kryeprokurori të zgjidhet Arben Kraja? Po, se ai tek ligji i posaçëm shkon e bën ndryshimin dhe lejon që të rizgjedhet dikush që ka qenë dikur kryeprokuror. Pra Arben Kraja. Ky i shkarkuar i tani mund të rikthehet si shef Spaku. Po, se ka qenë. Po çfarë do Rama të bën ndryshimin e ligjit? Pse? Kushtetutën do Berishën. Por derisa ky ligj të shpallet antikushtetues dispozita që lejon riemrimin e një të ndaluarit nga ligji i posaçëm të kandidojë, do kohë, do vite derisa të shkojnë gjykatë kushtetuese. Pra Rama do gjej mundësinë që të rivendos Arben Krajën krye të Spakut. Dhe prandaj është kjo thyerje. Kjo është intrigë politike, juridike, që sherri nga politika futet brenda Spakut. Tani Spaku do jetë në momentin më të vështirë për jetën e tij ekzistenciale, për 20 prokurorë të cilët kanë marrë benefitet e një populli që vdes për arrestime, po jo për drejtësi, sepse drejtësinë e kemi thonë e jep gjykata dhe nuk e jep prokuroria. Prokuroria është vegël e pushtetit të ekzekutiv. Mirë, që atësimte juridik, hapni kushtetutën, hapni kodin e procedurës penale, lexoni. Në rast se nuk i hapni, komentoni, e drejta juaj është. Por ama hapni të paktën këto dhe shikoni se si varion logjika juridiko-politiko bashk. Pra, ligji nuk është e normohet nga qelli edhe zbret në tokë. Normohet për shkak të arsyesh politike dhe juridike bashkërisë. Sepse dëgjoj edhe ca ufo që thënë ca karagjollëqe fal për shprehjen, po gjithsesi duhet t'ia themi popullit të kuptojë që politika dhe ana juridike shkojnë bashkë, sepse politika prodhon ligje, të cilat vijnë tek ne. Pra du të thotë, Rama e bëri luftën e vet. E nisi, i përdori dhe tani i thon vrisni veten, e dini ju se ju e bërët, ne juve ju kemi mbështetur. Edhe shkojmë tek fjalia e famshme, përgjegjësia është individuale, ç'lidhje kam unë me ju? Unë ju dhash shpatën, ju bërët punë. Po ju e komandoni shpatën sepse ju arrestoni, sa arrestoj unë. Tani me shpatën, po qëllimi një tjetër. Dhe pastaj do dalin në shesh të gjitha. Por çfarë ndodh tani në këto momente? Në këto momente ndodh që Rama është i gatshëm të bëjë ndryshime të interesit të tij në reformë në drejtësi dhe lërë një prallë që thotë Fatmir Xhafa që s'do ketë ndryshime dhe këto gjëra, kur Fatmir Xhafa është kryetari i komisionit të reformës
në drejtësi që do të kemi përsëri ndryshime të vogla në ligjet të posaçme që ngacmojnë pjesërisht qeverinë shqiptare, pra Partinë Socialiste aktualisht që është. Pra, për ata që thojnë që ky debat është një debat momentan, është një krisje, është e pavlerë, nuk ka vlerë fare, e di si më kujtohet mua ky rasti i kësaj gjë të pavlerë, po thjesht pak vëmendjen tuaj. Para se të na u jepte ne statusi kandidat, ose më mirë, përpara se të hapshin negociatat, kush shtet ka qenë kundër nesh në mënyrë, mos them demonstrative, më thuaj një shtet që ka qenë kundër hapjes të negociatave. Franca me Hollandën, të dyja kanë qenë. Ndalo, Holanda. Pyetja, kush ka qenë kryeministër në atë kohë? Rute. Shefi NATO-s. Jo, mos shko ke shumë shpejt, kuptoj që i zgjut, po një sekond. Por ai shkreti ishte nga mis deri në dark, jo në NATO. Po si ka mundësi 2 vite para se të shkonte në NATO, ta Shqipëria duhet të hapë negociata. Pra, edhe kjo krisja, mos ju duket që thuhet pa vlerë, pa interes, pa asgjë, sepse pikërisht te kjo do të shikoni një rast të bukur, që ka vlerë. Çfarë? Se në rast se Shqipëria thoshte për atë që thoshte nga mis deri në darkë, Shqipëria nuk është e aftë të hapi negociata, ajo do më të marrë status. Shqipëria shkonte në NATO, thoshte vetë zotri, ti në Hollandë shkoj edhe një herë, po do bë kryeministër, po sekretari i përgjithshëm i NATO-s nuk bën. Pra, do të thotë që 2 vite para ishte bërë plani që ai të shkonte në NATO, dhe 2 vite para ishte bërë gati Shqipëria që do hapte negociatat, por me kushtin që ish kryeministri i Hollandës të bënte sekretari i NATO-s, që Shqipërisë t'ju hapshin negociatat. Dhe tani unë i them popullit ton, dashur popull, këto konflikte nuk janë konflikte të momentit, po janë konflikte të kënaqësisë ose më mirë të interesit të karrikes. Ashtu si kryeministri i Hollandës për karrikën e NATO-s tha, u hapët, jeni gati, më falni, kemi bërë gabim në si Hollandë, mbas se kemi pi shumë drogë, dhe vjen tani konflikti midis krajës dhe Dhumanit. Pra do të thotë që të dashur miq, ti studiojmë gjërat ashtu siç duhet, avash, me maturi, pa emocione politike, partjake. Edhe unë, më intereson edhe dua të merrem politikisht dhe me parti, por unë edhe kur partia që unë besoj, ose që unë mendohet që mund të besoj, e shikoj dhe e kritikoj, por nuk jam kur pro asaj që bën partia që unë mendohet që mund të besoj. Sepse unë i dalë përballë ashtu siç duhet. Prandaj them që rasti i thyerjes, të cilët disa e them pa vlerë, unë e them që është me vlerë, do kujdes, do studim jo emocional, por duhet i kujdesshëm që të shikohet që kjo thyerje, për ata që thonë krisje ose pa vlerë, a ka vlerë për të kuptuar të gjithë ne që SPAK-u është organ politik dhe asnjëherë nuk ka qenë një organ i pavarur për të sjellur tek shqiptarët drejtësinë e munguar. Pra, a keni ra në lojë ju shqiptar të dashur që jeni kënaqur me statistika? Këtu lind pyetja. Këtë do përgjigjemi nga shtatori në vazhdim në dhjetor besoj. Deri në shtator në media janë hedhur disa lajme për qarkullim, disa emra nga Benet Peci, Mazniku, Tërmet Peçi, Gjysa Gasi. Ju keni përmendur edhe ju emrat tuaj, por nuk besoni tek një drejtësi e pa kontrolluar. Por edhe nëse do jetë e kontrolluar, ju i besoni këto emra, kush mund të shkojë atje? Pra e kontrolluar. Një sekond. I themi të pavarur.
janë angel, kanë zbrit nga Zoti, edhe i ke 20 prokuror aty brenda. Lej ti shikojmë sikur janë angel. Lind pyetja me ty me një dialog. I dashur, në rast se unë edhe me ty vjedhim bashk, a bëjmë marrëveshje dhe bashkëpunim për të vjedhur? Pasiv aktiv. Po. Jo, le çfarë pasiv të jam dalliqe. Vjedhim bashkë nderuar. I ndajmë bashkë të gjërat. Mirë, vjen momenti që unë me ty prish pazaret. Po në të njëjtën kohë unë me ty kemi pushtet. Tani, kur ti prish pazarin, do të thotë që dikush nga ne të dy duhet flas kundër njëri tjetrit. Kur ne të dy jemi në pushtet, nuk mund të flasim kundër njëri tjetrit, se do futemi të dy bashkë në burg. Çfarë bëjmë? Përdorim një levë. Si është leva? Ble njëri që din të bëj kallëzime, bë kallëzime, del aty përpara, thotë kallëzova ai kishin ai tuti kriminalin, vagabondin kështu. Zakonisht. Por ai që ka bërë kallëzimin, zakonisht ky është nga rradhët tuaja, avokatia. Po nuk na interesojnë këto. Më dëgjoj mua. Nuk na intereson. Jo, le figurat. Okej. Pra, thelbi është ky. Unë me ty vjedhim bashkë. Unë edhe ti kemi pushtet, po nuk na e mban që unë edhe ti themi kush nga të dy kemi vjedhur më shumë apo më pak, përdorim një mekanizëm. Dhe i themi shko dil përpara, thosh për hajdutin që bashkëpunoja unë me ty. Pra, por unë jam më i pushtetshëm se ty, ti je më i dobët, po ke pushtet. Tani, ai ta bëri gjomën ty. Ti nuk mund të bësh gjom sepse do dukesh që unë me ty kam vjedhur bashkë. Ti ri i heshtur dhe bën veprime të ndryshme. Tani, do më thuash ti mua, spaku kur i shkon dosja atje, çfarë bën? Kur ka të bëjë me këtë pushtet, lloj pushteti që kemi bashkë, e zvarrit. Pra, kapën tani rastin Berisha, supozojmë. E zvarrit. Pse? Se ka qëllime të tjera. Meta, e zvarrit. Beqaj, e zvarrit. Se të gjithë këta, po të shikosh, në momenti kur është bërë kallëzimi, dhe në momenti kur është vazhduar masa e sigurisë ndaj tyre, është më shumë vonesë. O ata të spagut kanë punuar politikisht, edhe kanë pritur derisa të ndryshojnë karriget, që Meta të zbresë nga president e të arrestohet 2024, kundërkohë ka zbritur që në 2022. O me Berishën që e bërë sa po iku Jurikim, e futën në masë sigurie, që nga të regojnë nëse Berisha që ka hajdut, që të knaqet ajo populata, hajdut, kriminel, këte i nami bëhet nga korupcioni, Ksaliu ka ngel lekesha këtij vendit dhe asnjë tjetër. Më kupton? Pra, kjo është logjika, ky është sistemi, si punohet sistemi. Tani, këto emra që më theti mua, nuk kam pikë vlerë fare. Pse? Sepse kur unë po të them ty dhe të kam thënë prezumimi pafajësisë të spaku është harruar me kohë, dilte Erion Velia dhe kur arrestonte Meta dhe Berisha dhe të tjerë, të opozitës, drejtësia që ne kemi bërë dhe kështu, shkoj shkë partia vetë i ve kapaku Veliajt. Tani del Velia më thot sa bukur e hongër ata se ai është brenda dhe partia e çon Durrës, s'del. Se partia vetë ja futi, s'ja futi dikush tjetër. Pra, emrat që ti më thua, a janë me numër rëndor, apo janë me gërmën e parë të alfabetit, apo shkën e pangaja të zhëja, mua nuk më hyn fare në punë kjo gjë. Edhe si kur nesër zotërit të më arrestojnë guvernatorin e Bankës Shqipërisë, unë po të them ty, guvernatori falimentoi bankat. Guvernatori ka bërë atan më të madhe, edhe si kur të ketë ndodhur. Zotëri, guvernatori nuk normon ligje, vetëm rregullore, por ligjin e normon ligjvëndësi. Që do të thotë, kur ligjvëndësi nuk futet të rregulloj mikrokredit që pra është halli i qytetarëve shqiptar, guvernatori i Bankës Shqipërisë nuk ka çfarë të bëjë, nuk mund të bëhet ai zoti i ligjit. Sa i vetëm rregullore bë. Ligjvëndësive kufizime thotë, minimumi, maksimumi, kalo dhe maksimumi vepër penale, zotëri. Pra, e kuptove në cilën fazë? Pra,
edhe sikur të më arrestojnë guvernatorin Spaku, që thot do bëjmë drejtësi, do i kapim Hajdudo dhe fusim në burg, ky është mashtrim. Pse? Se ligjvënësi është ai që e kufizon edhe vendos pikat mbi i, edhe në abuzime që ndodhin në sektorin bankar, edhe kudo në vendin tonë. E solla si një shembull. Inshallah mos shikojmë filxhan, po Një herë ka ndodhur. Avokat, po ai gjeti pafajsin. po mori ideja 7-8 më të rroga, nuk e di sa mori shpërblim. A 20. Tani ato ti pagoj populli shqiptar. I pagoj. Shiko, të themi dhe rastin e këtij. Kur ka ndodhur kjo gjë, më ka ardhur në vëmendje direkt ajo rasti i Ilir Metës që ishte kryetar parlamenti, po të shikoj që thoshte ne besojmë sistemin e drejtësisë, kishte mbajtur ai gati 1 orë deklarat në këmbë për të folur për guvernatorin e Bankës së Shqipërisë asaj kohe, dhe mbati deklarata e tij ishte kaq shumë, do të thoya deklaratë që thoje, ore ky e ka fut në burg ose drejtësia funksionon në Shqipëri. Prandaj që gjeti pafajësi zoti Thullani, sepse politika shqiptare e futi në burg. Avokat, kam një çështje të fundit që lidhet me atë që ju përmendët, me Metën. Avokati ti deklaroi që Meta ka 0 pasuri. Megjithatë, avokati fakti derisa themi avokati për mbrojtje është keq. Është keq të thuash që ke 0 pasuri? Jo. Ti deklaron 2500 euro në vit. Tani, ose në muaj. Pjesa tjetër është që atë ditë u fol edhe për një kartë në media që sipas mediave Spaku ka zbuluar që ka përdorur Meta bashkë me ish gruan.